Njerëzit ma shumë rrëzohen prej fjalëve që i lëshojnë se sa prej veprave tjera. Fjala ose ndërton ose shkatërron. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kush e beson Allahun edhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të heshtë. Ky hadith të bën të vëmendshëm, të bën me pa çdo fjalë, çdo reagim e çdo koment që e shkruan. Kallëzon që pesha fjalës nuk është e vogël. Fjala është veprim që është ose pro ose kundër teje. Ka fjalë që qetësojnë zemra, po ka fjalë edhe që hapin plaga. Edhe ka ana tjetër, ka fjalë që bashkojnë ose thyjnë zemra. Pejgamberi nuk po thotë fol ma pak, po është të thonë fol mirë. Nuk po lypet prej neve mu kanë të heshtën, po lypet prej neve mu kanë të mëshëm. Nëse fjala është e drejtë, e butë edhe dobishme, atëherë thuje. E nëse fjala është e panevojshme, e vrasht, e pamendume, atëherë ruje. Ruje veten edhe tjerë. Heshtja nuk është dobësi, po është forcë. Një njeri që kontrollon gjuhën, e kontrollon edhe zemrën. E gjuha është pasqyra e zemrës. Fol mirë ose hesht.